Po disi është puna dhe këtë tjetër i fitu, mëse ka që ka dash fitore. Me mbajt grupë të deputetëve, me mbajt një opozit, mjafton që e drejton kë. Kjo është i gjithë realiteti dhe kjo është ka që dukshme. Sa që rezultati i kësaj radhe, për opozitën shqiptare, shumë më i rëndë se sa i gjishtë 4 vjetë për parë. Dhe me thënë, gjithë kjo revolucion demokratik në brenda opozitës, përfundoj këtu, këtë rezultat. Prandaj, shumë mirë që është bërë komisioni, uroj që të kenë logjik shtetërore, shtetë formuse, të dalin jashtë kornizës partisë, interesit partijak dhe imediat. Sepse prandaj them që duhet të mbyllin të shi. Se sot për sot s'kanë më në interes partijak, se rezultati është mbyll më. Partia Socialiste ka 85-6 deputete, kusurin e kanë të tjera. Prandaj është një rast i mirë për Shqipërinë, bëj një hap, edhe uroj që në këtë kemi